Zbulohet ish-burri Ariola Demirit, i përfshirë në masakrën e bllokut. Aktoria Ariola Demiri ka bërë të ditur për të gjithë publikun historinë e saj, divorcin me ish-bashkëshortin dhe sakrificën që po bën për të rritur e vet me 2 fëmijë. Ariola ka pranuar publikisht se ish-bashkëshorti e dhunonte fizikisht dhe se e ka tradhtuar për 6 vite me radhë në dienitë të saj. Emrin e ish-bashkëshortit ajo nuk e ka bërë kur të ditur duke e lënë mister. Është zbuluar se ish-bashkëshorti i Ariola Demirit është Ajaz Boshjaku. Emri i Ajaz Boshjakut është bërë i njohur në tetor të 2018-s, kur ishte i përfshirë në masakrën e ish-bllokut, ku mbeti i vrarë Fabiol Gaxha. Ajaxi, miku i Ervin Matës, u akuzua për mos kallëzim krim. Boshjaku është sot babai i 2 djemve binjak me një grua tjetër me të cilën Ariola Demiri ka edhe çështje penale.